Emigracioni dhe plakja e popullsisë po kthehen në një sfidë serioze për Shqipërinë. Gjatë prezantimit të raportit të Bersh, guvernatori Gansejko tha se në 3 dekada popullsia është paksuar me 1/3 dhe është plakur duke arritur në 43 vjeç. Popullsia ka ardhur në rënje të vazhdueshme, ndërkohë që mosha mesatare po rritet me shpejtësi. Regjistrimi i popullsisë si viti 2023 evidenton rreth 2.4 milion banor, afërsisht 1/3 më pak krahasuar me vitin 1990. Ndërkohë mosha mesatare ka arritur pothuajse në 43 vjeç. Sipas raportit, Shqipëria dhe Kosova janë 2 ndër vendet mes ekonomive të Bersh me shkallën më të lartë të emigracionit dhe si shqetësuese përmendet fenomeni i largimit të qytetarëve të arsimuar, që prej vitit 1990 rezulton se Shqipëria ka humbur rreth 40% të popullsisë nga emigracioni dhe Kosova rreth 50%. Kreu i Bankës Qendrore sugjeroi ndërmarrjen e masave për të adresuar këtë problematik. Emigracioni, dikur i konsideruar si faktor lehtësues për papunësinë dhe për varfërinë, po shfaqet gjithnjë më shumë si një sfidë strukturore. Rritja ekonomike e qëndrueshme, nivelet historikisht të ulta të papunësisë dhe mungesat e fuqisë punëtore në sektorët kyç i kanë bërë më të dukshme pasojat afatgjata të ndryshimeve demografike, si për bizneset, ashtu edhe për familjet. Sipas përfaqësuesit të Bersh, plakja e popullsisë ndikon direkt edhe në rritjen ekonomike dhe për këtë duhet që të ndërmerren masa të menjëhershme. Plakja e popullsisë mund të heqë rreth 0.6% i rritjes vjetore ekonomike, pra nga 4% në 3.6%. Ky është një efekt i menaxhueshëm. Më problematike janë pasojat mbi pensionet dhe shëndetësinë. Zgjidhja më premtuese është rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës të grave dhe të moshuarve, siç ka ndodhur në Japoni dhe vendet nordike. Por kjo është politikë e vështirë për shkak të pensioneve, shëndetit dhe moshës reale të daljes në pension. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka dhënë një financim rekord prej 217 milion eurosh për Shqipërinë gjatë vitit 2025, kryesisht për projekte në sektorin e transportit dhe të energjisë. Atëherë, rikthehemi të pjesës së dytë civilizë, të jemi te fusha jote direkte, por duket që nuk është thjesht një studim, është një alarm i fortë që vjen nga Banka Qendrore. Alarm shumë i fortë për disa arsye, por nisem nga arsye e fundit, nga ndikimi që ka në gjithë skemën e pensioneve dhe vështirësitë që ne mund të kemi. Që një skemë pensionesh të funksionojë normalisht, duhet të jetë raporti një përfitues 3 deri 3.5 kontribues. Ne sot e kemi 1 me 1.17. Pra e kemi në 1/3 funksionimin e kësaj skeme. Dhe plakja e popullsisë e bën koston e gjithë mbështetjes sociale, ku përfshihen edhe pensionet, të jashtëzakonshme. Dhe sa për të kuptuar shkallën, reforma e fundit që ne bëm te pensionet, daton diçka shumë se një dekadë. Pra nuk është se ka shumë vite që ne bëm një reformë strukturore të pensioneve, që u tham që dolëm nga një farë mënyre nga kriza, atë 2014-2015. Mendo, në 10 vjet jemi prapë në kushtet që jemi dhe një reformë strukturore prapë është shumë e vështirë, se kërkohet një ndërhyrje më e madhe. Nga ana tjetër, u përmend edhe fakti i ndikimit në rritjen ekonomike. Natyrisht, nëse ne kemi një fuqi punëtore gjithnjë në ulje, kur them fuqi punëtore kam parasysh punonjësit të gjithë kategorive, natyrisht që ekonomia do prodhojë më pak. Kështu që të gjithë faktorët e krizës demografike që ne kemi, po të shikosh pemën demografike të Shqipërisë, asa ai bredhi i zakonshëm, ai duket një bredh kështu, ka 2 gropa të mëdha dhe pastaj një ulje për tokë. Dhe natyrisht gati bredh po bëhet gjë drejt dhe së fundi do bëhet një skemë e tillë. Pra mosha 50 deri 70 apo 80 do zëri mbi 50% popullsisë dhe mosha që duhet të jetë mosha kontribuese, mosha aktive punës, mosha që e mban gjallë ekonominë, natyrisht po vjen duke u zvogluar. Dhe si dilet nga kjo? Unë mendoj që situata është shumë e vështirë për të menduar që ka një dalje afatshkurtër. Sepse ti do të falimentoj skema e pensioneve? Po presionin ndaj skemës pensioneve. Falimenti shtetit social. Tani është po. Po unë nuk mendoj që ne, për paktën për një periudhë 10 ose 15 vjeçare, mund të dalim nga një skemë shumë e fortë e mbështetjes sociale. Pra, atë që themi
kolona e dytë që pensionet suplementare ose pensionet e kapitalizuara, pensionet private, janë një zgjidhje e një perspektive afatmesme ose afatgjatë për një periudhë të paktën deri 10 vjeçare. Me këtë situatë demografike që jemi ne dhe këtë raport midis kontribuesve dhe përfituesve, pa një mbështetje të fortë buxhetore dhe pa një logjik të mbështetjes sociale, kjo skem nuk funksionon dhe është shumë e vështirë. Zëre Zulia, temi këto shifrat që janë sugjeruar qeverit, Instati që bën, thjesht bën shifra, po ka dhe sugjerime, ku duhet vendosur vëmendja e qeverisë të rast. Në fakt, Instati bën shifra, nuk bën sugjerime. Por, duke ofruar shifrat, jep sinjalin që në këtë situatë çfarë duhet bërë. Unë këtu do shtoj edhe një faktor tjetër në analizën edhe tek pema. Në fakt, po të shikojmë pemën, grup mosha 60, 65, 70 është piramida më e zgjeruar, por duhet sjellim në vëmendje edhe periudhën e baby boomit, pra të lindjeve të cilat arritën pikun në vitet 60-65, të cilat është kjo grup mosh që i përket tani, që në një farë mënyrë është grup mosh pensioni. Pra, 60, 65 apo ose prak pensioni. Kështu që në këtë drejtim, duke ofruar shifrat, ne ofrojmë informacionin që kjo është situata. Ndërkohë, po ofrojmë shifra cilësore për të marrë disa vendime të bazuar mbi fakte. Reforma e pensioneve është në proces diskutimi, duhet ngjetur metodat më të mira për të diskutuar, ka modele të cilat mund të jenë pensionet vullnetare, të ofruar nga vetë bizneset me kontribut personal, të cilat mund të jenë një lloj, të themi, sugjerimi zgjidhjeje, apo reforma të cilat duhen diskutuar dhe duhet menduar. Sot për sot reforma e pensioneve apo kontributet e pensioneve në Shqipëri konsiderohet nga metodat më të mira, sepse është generative, pra është kontributive si pjesë e reformës. Në situatën që jemi në kushtet e ndryshimeve demografike, pa tjetër që studimet duhet të sjellin metoda të reja që t'i përshtaten pikërisht kësaj situate. Me gjitha ato, ajo që më befason në Shqipëri mas kaq vitesh, është që këtu mungojnë studimet e para, mungon ekspertiza. Shpesher edhe në gjërat që dëgjojmë nga propozimet që vinë nga qeveria, më duket më tepër gjëra spontane, se sa gjëra me bazë fort dhe solide që shohin për te një 10 vjeçari. Pra, okej, unë e kuptoj atë paketën e maleve, po nuk e kam kuptuar kur si një taksa pagues shumë i rregullt dhe relativisht i nivelit lart taksave, nuk e kam kuptuar kur pse një person i cili paguhet më shumë përfiton shumë më pak se që normalisht logjika thot që duhet përfiton. Dhe pra dalin të ato zona dhe uli që pse nuk stimulohen ku diun skemat e pensioneve private, pra stimulohen siç ndodh në Amerikë, për shembull me pensionet private që janë baza kryesore e jetës pasi del në pension. E jetës pasi del në pension, pra nuk është ajo që ti merr nga shteti. Nuk kemi akoma pensione private në kuptim të mirëfillt. Ka, por nuk janë, duhet diçka të stimulohet nga shteti. Duhet institucionet që të menaxhojnë pensionet private. Po, modelin e pensioneve ne kemi të qartë që ata që paguajnë më shumë praktikisht kompensojnë se paguajnë për ata që... Patjetër, po duhet kontribuojnë edhe për veten e tyre, më. Mendoj unë. Shiko, kur